Vera e vitit 2025 vjen me çmime më të larta, por pavarësisht rritjes së kostove, turizmi mbeti përparësi për shumë konsumatorë që po kursejnë gjatë gjithë vitit për të pushuar disa ditë, ndryshe nga vitet e mëparshme kur një pakesë standarde mjaftonte për t'i kënaqur qytetarët. Sot udhëtarët shqiptar, veçanërisht brezi i ri, po bëhen gjithmonë dhe më kërkues. Ata nuk ndjekin më klishet e pushimeve hotel shezlong darkë me bufe, por kërkojnë përvoja që ndërthurin natyrën, gastronominë vendase, lëvizje fizike dhe aventurën. Agjenci turistike dhe platformat online kanë bërë me dije se vrehet një rritje e qartë e interesit për udhëtime përtej sezonit të pikut, si dhe për formate të reja më fleksibël. Qershori dhe shtatori po fitojnë gjithmonë dhe më shumë peshë si muaj për t'u zgjedhur nga qytetarët, jo vetëm për çmimet më të ulta, por edhe për përvojën më të qetë. Ndërkohë, inflacioni dhe rritja e kostove kanë ndikuar te shporta e përditshme e konsumatorit, por jo domosdoshmërisht te vendimi për të udhëtuar. Edhe këtë vit duket se është e njëjtë panorama. Për pushime shqiptare duken se zgjedhin kryesisht Greqinë dhe Turqinë. Greqia për destinacionet me aksesin më të shpejtë dhe të afërt, e sidomos për të apasionuarit ndaj aventurës. Turqia vijon të pëlqehet për komoditetin, apo resortet ultra all inclusive. Greqia këtë vit ka qenë 20% më e shtrenjtë se sa viti i shkuar. Kjo ka ndodhur sepse vendi nuk ka oferta të reja strukturash akomoduese dhe ato ekzistuese justifikohen me kostot e rritura të mirëmbajtjes. Përveç destinacioneve tradicionale si Greqia dhe Turqia, këtë verë po ofrehet interes gjithmonë dhe më i madh për vende si Dubai apo Egjipti. Këto destinacione, dikur të konsideruara më shumë si luksoze apo sezonale vetëm për dimër, po shndërrohen në zgjedhje të zakonshme për pushimet verore të shqiptarëve. Për ata që duan të pushojnë pa e rënduar buxhetin, paketat ekonomike mbeten një alternativë mjaft e kërkuar, veçanërisht në një verë ku çdo shpenzim po peshohet më shumë se zakonisht. Greqia, Malizi, Maqedonia e Veriut, por edhe Bregdeti shqiptar ofrojnë mundësi reale për pushime me çmime të përballueshme në varësi të destinacionit, kategorisë akomodimi dhe mënyrës së transportit. Për shumë shqiptar, fundjavat jashtë vendit janë kthyer në një mënyrë të shpejtë dhe të përballueshme për të ndryshuar ambient, pa pasur nevojë për ditë të shumta pushimi apo buxhete të mëdha.